lajmi mirë nga Gjermania, vëllezër e motra, shteti Gjerman jep nga 3.000 euro bonos për fëmijë. Pra, për kanë bëhet fjalë, unë do t'ju tregoj tasht. Të gjithë fëmijët që kanë lind nga data 1 janar 2025, pra, të sapo lindurit, do t'ja jep shteti nga 3.000 euro, por jo të gjithë Gjermania. Bëhet fjalë për Bayern, Londrin e Bayernit. Pra, aktualisht këtë ligj e ka miratu vetëm Bayerni dhe Markus Söder, ministër presidenti i Bayernit, ka premtuar dhe ka bërë të ditur një gjë të tillë që do të thonë secili fëmijë, pavarësisht ai ka lind 1 apo 2 apo 3 net që i thujmë ne, do t'ju takojnë, por secilit fëmijë nga një pagesë një hershë 3.000 euro në momentin që i mushin një vjet. Pra neve të tjerëve që jetojnë në Bayern, po mdoket ka dole me shumë lejmë nga vendbanimin që atë dikon, me shvillzu këtë farë bonusi edhe me vazhdo tutje. Unë e vllazën e mota ju këshilloj ta shpërndani, se pak po bëj hajgore këto për neve, se s'di s'është ke mundësi me ndrru kështu shpejt, por shpërndani, tregoni atyne që jetojnë në Bayern, pro ta shfrytëzojnë këtë mundësi, se me të vërtetë është mundësi e mirë, aplikoni për to, kryeni abedin që shkon procedurat, edhe ju takojnë pa asnjë kriter. Thjesht duhet këtë lind fëmija nga janari 2025. Unë ju përshëndes të gjithë me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.